Doçi 2-0 ndaj Gjenovës, një humbje, por gjithsesi besoj që paraqitja e ekipit tuaj sot ishte për të përgëzuar. Po Gjergji, unë në fakt duhet t'i falenderoj ndjemët edhe për shpirtin e garës edhe për lojën që zhvilluan. Ne dim që ne kena ndoshta nuk kena aty te niveli i ekipit Gjenovës, por kena cilësinë e lojtarëve edhe aq më tepër që e treguan edhe sot. Ne kena pas shumë pak kohë sepse ekipi sot e kanë shartuar edhe unë vjen keq duhet të kërkoj fjalë disa lojtarëve sepse edhe rregulloria që ishte e shkruar nuk është kanë sqaruar shumë mirë, edhe kështu që dy lojtarë në udhëheq në net jashtë ekipit edhe është një problem kjo edhe ndoshta janë disa pakënaqësi. Por unë jam shumë i kënaqur me lojën sepse kena djemë që dinë me luajtë futboll, kena lojtarë të mirë që munden me shku përpara. Vendosim me sa duket një 11 metër shumë i kontestuar nga ana juaj. Po Gjergji, unë them drejtën, mendoj që duke heq atë pjesën që mendoj gjithë futbolli kështu është, më duket se avancon edhe ka pjesat mbështetjen e Venaliut, edhe unë nuk më bëhet qefi sepse ishte një penallti e dyshim që edhe mos për mua nuk ishte penallti, edhe me vu fatet e neshës, një neshë kaq e fortë as më tepër që ishte tu luajt një lojë shumë e bukur edhe një lojë shumë konkurruese, edhe mendoj se do të shkote në rysh neshë, por gjithsesi unë jam i kënaqur me ekipin edhe ishte paraqitja ishte shumë e mirë, bile shumë më mirë se ajo që pritme. Dhe mendoni që kjo eksperiencë e sotme do t'ju vlejë futbollistëve për të ardhmen? Po, unë mendoj që ju vlen shumë sepse ato e shohin nivelin edhe e dinë që munden me luajtë futboll edhe në nivele të larta edhe ju jep zemër edhe duhet me kërku më shumë nga veti që me arrit nivele të tilla. Faleminderit. Faleminderit ju.